duhet të bësh mastektomi. E dija këtë term vetëm nga Angelina Jolie. Diku del ai deli yt Matian malsor i luftës, i përballimit. Kjo është një sëmundje ku njeriu ndihet shumë i vetmuar. Njeriu ka kapacitet të mbajë më shumë se sa një dhimbje. Kur je i sëmur, shërohesh dhe me fjalëve tonë. Do të mbjetosh edhe do të vazhdosh si grua. Unë nuk e dija në atë momente që kisha nevojë për atë përkujdesje estetike. Për mua kishte rëndësi vetëm të jetoja. Zëri yt është zë i qetë. Sinqeriteti të shpëton. Njeriu është qenie e gabueshme. Realiteti është një, të vërteta janë shumë. Unë gazetarinë e kam parë si një profesion dhe si nder në jetën time, e kam bërë me shumë pasion, e kam ditur që nuk do të bëhem asnjëherë e pasur. Si do ta analizojmë gazetarinë dhe gazetarin në shekullin 21 në kohën në të cilën jemi? Janë këta personazhet që besoj janë dhe në Kosovë dhe në Shqipëri që janë të kudo gjendur, që i dinë të gjitha dhe gëzojnë çdo teori konspirative, kanë tregun e tyre dhe ata. Ne thonë që në gazetari. Atëherë kemi punët jo shumë mirë. Do doja shumë që e ardhmja e gazetarisë të ishte një gazetari që shkon drejt kuptimit, drejt fakteve dhe jo thjesht informacionit. Dhe gjithnjë më shumë ka gazetari e cila prodhon 30 sekonda reels. Çfarë mendon veton suroj për inteligjencën artificiale? Barcoleta është s'pari du ta mrim këtë natyrale, por